Lideri global Edi Rama, që në çdo samit dhe takim ndërkombëtar u jep leksione drejtuesve të Bashkimit Evropian dhe krerëve të shteteve për diplomacinë gjeostrategjike, pranoi publikisht se shërbimi diplomatik shqiptar është i dështuar dhe jashtë funksionit. Kryeministri pranoi pasojën, por nuk tha shkakun. Ai nuk tregoi se kush e nxori jashtë funksionit ministrinë e jashtme. Nuk tha kush e shkatroi shërbimin diplomatik gjatë qeverisjes së tij. Nuk tha kush e inkriminoi. Përgjigjja është e njohur dhe faktike. Gjatë 12 viteve pushtet të Edi Ramës, Ministria e Jashtme, ambasadat dhe konsulatat u mbushën me militantë të Partisë Socialiste, familjarë dhe miq të kryeministrit, të zyrtarëve të lartë dhe individ të lidhur me krimin të pajisur fiktivisht me grada diplomatike. I vetmi ministër i jashtëm që tentoi të ndërtojë një platformë profesionale dhe një imazh institucional për diplomacinë shqiptare ishte Ditmir Bushati. Gjatë 5 viteve drejtim ai krijoi një strukturë funksionale dhe rriti kredibilitetin ndërkombëtar të shërbimit diplomatik. Ai u shkarkua sepse refuzoi të zbatonte diplomacinë e interesave personale të Edi Ramës. Në janar 2019 Edi Rama u vetëmërua ministër i jashtëm dhe qëndroi në këtë post deri në vitin 2020. Më pas ai dorëzoi ministrinë Olta Xhaçkës, pas një lidhje me diplomacinë, por e njohur për skandale të rënda emërimesh në institucionet që kishte drejtuar më parë, zyrtar, diplomat dhe konsull deri me dosje penale. Pas emërimit ministre, Olta Xhaçka emëroi këshilltar të parë Amant Josifin. Ortak i Olsi Ramës në rrjetin kriminal të call centerave tashmë në kërkim ndërkombëtar. Josifi kishte shërbyer më parë si këshilltar edhe në Ministrinë e Mbrojtjes. Më pas zinxhiri emërimeve problematike ushtri në gjithë shërbimin diplomatik. Giuliana Dumani, motra e Nureddin Dumanit, u emërua në zyrën e informacioneve të NATO-s në Ministrinë e Jashtme. Në konsullatën shqiptare në Istanbul u emërua sekretare Juna Harka, bashkëshorti turk i së cilës Ramazan Keskin rezulton drejtuesi një organizate trafiku kokaine me urdhër arresti ndërkombëtar në fuqi që prej vitit 2020. Konsullnderi i Shqipërisë në Nigeri mafiozi indian Nitin Sandesara i shpallur në kërkim për mashtrim bankar $700 milion dhe në hetim nga drejtësia shqiptare për evazion fiskal e pastrim parash. Konsullnderi i Shqipërisë në Barcelonë spanjolli Josep Maria Calmet Iglesias në kërkim për pastrim parash në lidhje me klanin e rrjetit Jodorovic të trafikut të drogës. Konsullnderi i Shqipërisë në Monza Itali Mauricio Vecchia në hetim për mashtrim dhe vjedhje të fondeve publike në shëndetësinë italiane. Konsullnderi i Shqipërisë në Turqi Kamil Ekim Alptekin Miki Erdoganit, biznesmen turk me dosje hetimore në FBI dhe proces gjyqësor në Virginia për financim për bankmarrjen dhe ekstradimin në Turqi të Fethullah Gülen. Konsullnderi i Shqipërisë në Turqi Bahadir Aksoy, dhënri bosi të grupit turk Çalik në Shqipëri, dënuar me burg në Kosovë për vjedhjen e 2500 tonëve grur nga rezervat shtetërore. Konsullnderi i Shqipërisë në Pakistan, Seyhan Penshabligil, drejtor turko-pakistanez i BKT-s në Shqipëri, në hetim për përfshirje në rrjetin mafioz të mikrokredive. Konsullnderi i Shqipërisë në Uruguay, Lir Trebicka, miku dhe klienti i Edi Ramës, ortak me oligarkun rus Oleg Deripaska në resorte, kulla dhe hece private në Shqipëri, sankcionuar nga SBA për financim të Vladimir Putin dhe pjesë e grupit Rama McGonigal. Konsullnderi i Shqipërisë në Bangladesh, Shaban Xhabrahimi, mik i ambasadës ruse në Tiranë dhe klienti i Edi Ramës për përfitim lejesh, resortesh, pallatesh dhe tokash publike. Konsullnderi i Shqipërisë në Mongoli, Belma Çela, bashkëshortja e ish-deputetit të LSI-s dhe PS-s Agron Çela, e përfshirë në dosjen Çezdia me Ilir Metën dhe përfituese lejesh për resorte e kulla. Edi Rama i bëri vajzën deputetet PS-s. Konsullnderi i Shqipërisë në Portugali, Dorian Sadiku, pjesë e dosjes së Spakut për kontrabandë ilaçesh, pastrim parash dhe falsifikim tenderësh me grupin e Ilir Beqës. Konsullnderi i Shqipërisë në Hungari Kliti Hoti. Deputeti PD-s Kunati Dorian Sadikut me dosje për kontrabandë ilaçesh, pastrim parash dhe falsifikim tenderësh me grupin e Ilir Beqës. Konsullnderi i Shqipërisë në Island Yusuf Berberi, pjesë e grupeve mafioze të kontrabandës së naftës me disa dosje hetimore. Konsullnderi i Shqipërisë në Korenë e Jugut Agron Papuli Miki Edi Ramës, përfitues lejesh ndërtimi dhe milionash nga tenderët me dosje për pastrim parash. Konsullnderi i Shqipërisë në Qipro Vladimir Avrami emër në raportet e Shishit në dosjet e BKH-s dhe sistemin TIMS për trafiqe me Kristian Boçin, Elmana Bulen, Drilona Boçin dhe të birin Arber Avrami, drejtor në qeverinë Rama. Konsullnderi i Shqipërisë në Norvegji Marinela Jazoj në hetim nga SPAK për bashkëpunim me Ilir Beqën në vjedhjen e fondeve të BE-s. Konsullnderi i Shqipërisë në Tunizi Nikolin Jaka, biznesmen ushqimesh dhe përfitues i miliona eurove nga tenderet e ish-zëvendës Ministri i Transporteve i dënuar me burg për korrupsion. Kjo nuk është diplomaci, kjo është kapje e shërbimit diplomatik nga interesa private, klienteliste dhe kriminale. Kur Edi Rama pranon se diplomacia shqiptare është jashtë funksionit, ai pranon në fakt rezultatin e një projekti personal pushteti. Ministria e Jashtme nuk dështoi rastësisht, ajo u shkatrua me emërime të qëllimshme, me klient politik dhe me individ që nuk përfaqësojnë shtetin shqiptar, por interesat e një grupi të vogël në pushtet. Ky është realiteti që fshihet pas fjalimeve të liderit global.